Mehmeti paralajmëron se nëse vendi shkon në zgjedhje në prag të vitit të ri, vota do të anojë sërish të fortë ka lëvizjes vetëvendosje, madje sipas tij, partia e Kurtit mund ta kalojë edhe 50% ose të shkojë drejt 60%, duke qenë në gjendje të formojë vetë institucionet pa kushte nga subjektet e tjera politike. Ai thotë se nëse partitë janë kundër Kurtit, duhet të mbështesin Konjufcën, përndryshe nuk duhet ta quajnë diktator më vonë, pasi do ja mundsonin vetë dominimin politik. Në anën tjetër, nëse shkohet në zgjedhje në vigjilje të vitit të ri, para prapa disponimi i votuesve do të shkojë tek lëvizja vetëvendosje, ashtu sikurse pas rënies së qeverisë Kurti 1, që fitoi mbi 50% dhe do të marrë edhe bukur mirë përtej 50%-shit dhe do formojë vetëm qeverinë dhe institucionet e tjera. Prandaj, nëse jeni kundër Albinit, votojeni Glaukun. Këtë e them që më pas të mos e quani diktator, sepse vetë do ja mundsoni. Më pas nuk do të keni të drejtë të ankoheni në të, e nëse Albini është i vështirë për bashkëqeverisje, Glauku është pak më ndryshe, siç e dini edhe ju vetë. Unë vetë as nuk jam me ju e as me Albinin, sipas mundësisë do jem me Kosovën. Ai shëmbron territorin dhe sovranitetin e Kosovës, jo me atë që gjithçka shtetërore i duket se është private dhe vetëm e tij. Jo, diaspora shihet se është për Albinin, ajo është për zgjedhje në Kosovë. Jo vetëm ata, por do të ndikojnë edhe në familjarët e tyre të votojnë lëvizjen vetëvendosje dhe do të kalojnë ndoshta edhe 60% e fitores së lëvizjes vetëvendosje, me çka do të duhet të luajë as të kushtëzoj me Duda Bale, as lista serbe, as partitë e tjera për formimin e kuvendit të Kosovës, qeverisë dhe institucioneve të tjera. Unë po çuditem kur kryetare aktivistë të partive të tjera rrahin gjoksin se secila do të dalë para. Jo, absolutisht jo. Këta muaj ngërçi mbahen mend nga votuesit se të gjitha partitë kanë kontribuar këtij ngërçi dhe i kanë mundsuar edhe Albin Kurti të qeverisë si kryeministër në detyrë. Opozita e ka humbur rrugën, lëvizja vetëvendosje doli fituese në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet parlamentare do të dalë edhe më e fortë, përfundon ai për gazetën.